Nëse do të rekomandoja vetëm një plazh në Shqipëri, do të zgjidhja gjithmonë këtë. Shumica e njohin Kepin e Rodonit për kalan, por sapo vazhdon pak më tej, kupton pse ja vlen gjithë rruga. Ujë kristal, rër, natyrë pa prekur dhe një qetësi që sot është gjithmonë më vështirë ta gjesh. Nuk është plazhi më luksoz, nuk ka beach club apo muzikë me volum të lartë dhe pikërisht kjo për mua e bën të veçantë. Është një vend ku shkon për të kaluar disa orë larg zhurmës, për të shijuar detin ashtu siç është. Nëse nuk e qenë ende te plazhi i rërës së bardhë te Kepi i Rodonit, mendoj se ja vlen ta shtosh në listën tënde për këtë verë. Po ti, cilin plazh do të rekomandoje pa u menduar dy herë?